në mes nuk e alternuajnë në mes të fushbetejës, por ato kanë një strategji afatgjate të ndërtuar tashmë për vendosin e paqes globale dhe për ta thyrë këtë bosh që pretendon thyrjen e unipolaritetit në multipolaritet, ku ky multipolaritet do të ishte konfliktuoz, nuk është multipolaritet që garanton paqe. Prandaj, mendoj se ato çfarë mund pritin më tutje janë vazhdimi i kësaj lufte hibride, jo domosdoshmërisht drejt për drejt botërore, sepse ka vatra të kontrolluara të betejës, por mund të jetë lufte kombinuar me sanksione, me lufte ekonomike që kryesisht zhvillohet, pastaj lufte teknologjike që po pretendojnë gjitha vendet synuese, përplasje për këto korridore të energjetike dhe pastaj këto konflikte rajonale të kontrolluar ku fatkeqësisht këtë botën e madhe politike edhe në përplasje çfarë do në Kosovë apo në çështjet politike të Kosovës do ta krijonte një shkëndijë dhe një zhurmim ndërkombëtar që në çdo si të ta marrim, në çfarëdo konteksti është interes rus. Pra, forcimi i këtij varboshtit të kinezo-rus e ka sidomos në fushën e energjisë, inteligjencës artificiale që është thyrë tash në mekanizëm për bërë luftën propagandistike që është vetije pikërisht e regjimeve totalitare. Pastaj tendencat për pagesën e jashtë dollarit, për devalvim dollarit, apo hyrjen e petrol dollarit, e tjetër koordinimi diplomatik që po ndodh në vendet që ushqejnë këtë frymë, unë mendoj se janë edhe synimet për ta forcuar boshtin ruso-kinez, që nuk është në shërbim të interesave as të paqes botërore, as të një stabiliteti ekonomik botëror, e në këtë kontekst as të botës shqiptare përgjithësi. Irani dhe matutje do të mbetet batër kyçe për plasjeve globale, dhe sepse është ajo nyja lidhëse mes lindjes mesme, Azisë qendrore, Rusisë, Kinës dhe korridoreve detare globale, kështu që përpjekjet e SBA-s besoj se do të jenë edhe më tutje për ndarjen e Kinës nga Irani dhe Rusia, dhe ky do të ka qenë edhe asaj vizite që pati presidenti Trump. Pra ajo çfarë po shohim, çfarë po ndodh, është një tranzicion historik nga një rend unipolar amerikan i paqes dhe stabilitetit drejt një rendi multipolar dhe konfliktual që synojnë boshti euroaziatik. Dhe lindja mesme është ajo fusha kryesore ku ky tranzicion po testohet në një formë shumë të ashpër. Zoti Berisha, nga ana tjetër, diskutimet për skenaret që variojnë pra nga bllokimi detar deri te pushtimi i drejt për drejt tregojnë këtu se opsionet ushtarake nuk janë më tashmë hipotetike, por pjesë e planeve konkrete nga ana e SBA-s. Pra në këtë rast, sa afër jemi pra realisht një operacioni ushtarak të hapur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Iranit, pavarësisht se ishte planifikuar një sulm, por nga deklaratat e fundit të presidentit Trump është informuar se disa vende të gjirit e kërkuan që ta shtynin këtë sulm ndaj Iranit. Ne kemi biseduar edhe më herët, kanë qenë 3 hapa të pritur, ka qenë para deterenca përmes presionit ekonomik dhe politik, të cilin në deklaratat e tij përfaqësuesi i Iranit e pati theksuar se ne jemi dakord të arrijmë një marrëveshje, por jo nga presioni, pra të trajtohen si fakturë në rejon dhe me qenë se kjo nuk u arrit ndërkohë, u vendos një paqe jo stabile, atëherë kemi pas hapin e dytë, që ka qenë një përshkallëzim i kontrolluar. Pra, SBA-t kanë përdorur goditje të objektivave kyçe me një precizitet kirurgjikal për t'i treguar dominancën dhe koncentrimi i trupave supremacisë ushtarake amerikane, qoftë në det, qoftë në ajër, qoftë në tokë. Pra, një angazhim i plot i C4ICR tregon se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të gatshme edhe për opsionin e një konflikti të kontrolluar, për shkallëzimit të kontrolluar të konfliktit, por jo për të shkuar në atë do të quajë një luftë gjithëpërfshirëse globale, sepse ajo nuk është interesin pastaj jo vetëm amerikan, por nuk është interesin as të botës dhe zhvillimit ekonomik saj, por është interesin as edhe atyre aktorëve kryesorë që po përballen për ju thyrën interesat në luftën në lindjes mesme, e që janë Kina, India dhe Rusia. Që të trija këto kanë synimet e tyre
në raport me konfliktin e lindjen e mesme, dhe ju e dini se në radhën e parë, kur u godit centrali bërthamor, vrapuan Kina për siguruar për të ruajtur kanalet e saj të furnizimit me energji, India u dorëzua dhe deshi të jetë pjesë e deterrencës dhe vendosjes paqes për shkaqet ekonomike të veta në raport me këtë zonë, dhe Rusia që ka këtu interesat e veta gjeostrategjike, ne kemi folur për dy boshtet në cilat pretendon të izoloj në atë gjeostrategjinë ruse dhe të boshtit euroaziatik të izolimit të Amerikës, pra njëra ka qenë lindja e mesme dhe Indo-Pasori, dhe pjesa tjetër mbetet Ballkani dhe izolimi i ishullit të diamantëve dhe dalja në Atlantik dhe izolimin e të dy kohët i shërbave. Mirë po shifni se kjo gjeostrategji ruse është e identifikuar dhe tani po i prehen rrugët dhe kjo do të mbajtja, do të ndodhë mbajtja në një konflikt afatgjatë të Rusisë. Lufta në Ukrainë mund të përmbyllet me një marrëveshje shumë shpejt, mirë po kjo është lufta që natën e parë të sulmit kam pas një intervistë në një nga televizionet tuaj dhe kam pas një përkufizim tillë që po përsëris edhe tani pas sa vitesh luftë që po bën atë nga viti 22, se do të jetë varri i Rusisë. Ukraina do të jetë varri i Rusisë. Edhe lindja mesme dhe konflikti në Iran do të jetë varri edhe i Kinës, edhe i Indisë, edhe gjithë qytetarëve të BRICS-it që pretendojnë të mbajnë interesat e tyre gjeostrategjike në lindjen e mesme dhe Indo-Pasor. Zoti Berisha, nga ana tjetër, pavarësisht se Irani pati një propozim pra me 14 pika, kjo nuk u pranua nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ka një tjetër plan që është paraqitur nga ana e Iranit dhe në këtë rast, nëse nuk do të pranohet sërish, çfarë mund ndodh me negociatat për Trump-Iran nëse do të kemi një dështim? Tani, asnjë marrëveshje që ofron Irani nuk përbën bazë të mjaftueshme dhe të sigurt për një stabilitet afatgjatë, ose një marrëveshje qëndrueshme. Pra, nuk është Irani ai që vën kushtet. Ne duhet ta kuptojmë një gjuhën e fushbetejës, gjuhën e luftës. Kushtet i vendos i forti. Supremacinë ushtarake, toksore, detare, ajrore sot në rajon e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Leni me një anë këto gjujtit e raketave, sistemet raketore që posedon Irani, që i ka donacione të vetë Rusisë, Kinës e tjera, po flasim për një superfuqi botërore që ka një supremaci plot në gjithë aspektet. Dhe tani kushtet dhe rregullat e lojës i përcakton i forti. Në këtë rast i forti është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bordi i paqes dhe vendet anëtare të këtij bordi, themeluesit të këtij bordi, duhet të jenë aktive në mbështetjen e shërbave për arritjen e kësaj marrëveshje, e cila do ta vendoste pastaj paqen globale, jo mbi kushtet e Iranit. Çfarë kemi thënë edhe po përsëris. Nuk mjafton vetëm presioni, qoftë i natyrës e deterrencës, pra ekonomike, politiku, ta dijon edhe ushtar, por duhet shoqërohet me një program ekonomik i cili pastaj do ta resilient, do ta rikuperon të situatën në Iran dhe në lindjen e mesme. Pra një program ekonomik që do të ofronte zhvillim, por edhe transformim dhe reforma brenda sistemit të sigurisë së Iranit, pra nga një gardë nacionale atje karakterit ideologjik, t'i kthejë në forcat të rregullta ushtarake me kontroll civil demokratik, siç i kanë këtë vendet e botës demokratike, dhe të kthejë dhe të instalohet demokracia dhe parimet e demokracisë dhe të zhlirohen qytetarët e Iranit nga tirania me cilin e udhëhequr deri më tani. Unë shqipe, kur ka ndodhur vrasja e gjeneralëve të parë, ajo është konfirmuar se këtu kemi të bëjmë me një bashkëpunim të plot të inteligjencës iraniane me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse? Sepse atje një popull i tërë përmbahet në totalitaritetin e këtij regjimi totalitar, i cili është më shumë i karakterit ideologjik se sa demokratik e politik. Pra, kjo reformë duhet të ndodhë pa reformim të sistemit të sigurisë. Nuk mund të ketë stabilitet politik, me si pasojë ka stabilitet ekonomik pastaj. Kjo duhet pastaj të shoqërohet me një plan Marshall apo një projekt ekonomik amerikan i cili do ta stabilizonte në aspektin ekonomik dhe nëse si ti nuk bëhet, është një natyrë, një frymë e njëjtë siç është ai projekti që ofroi për gazin. Nuk mund të lejohet një transformim brenda parametrave që imponon Irani apo sikur gaza që pretendon ato grupet terroriste. Jo, transformimi do të ndodhë mbi parimet demokratike që ofron pala që ka ndërhyrë për shpëtimin e asaj bote nga totalitarizmi dhe regjime totalitare që ka pas Irani. Ne këtu në Kosovë kemi pranuar në parlamentin tonë shumë herë peticione
që vinë nga grupet e shoqërisë civile apo edhe deputetëve brenda parlamentit iranian, dhe që kërkojnë mbështetje, solidarizim me luftën e tyre për liri dhe drejta, ose për mos diskriminimin, kryesisht ka të bëjë me botën e femnore. Do më thonë me gratë që aty është një tirani e vërtetë. Prandaj nuk mundet Irani me pretendu reform, transformim, me planet që ai ofron, me konditat që ai ofron, por ato i determinon forcën ariane. Forca ariane është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët që duhet të ketë jo vetëm nga bordi i paqes, por në përgjithësi në botë. E qartë. Mirë, zotëri Berisha, ndërkaq për ta mbyllur, nëse nuk do të kemi sërish pra një marrëveshje ashtu si e tha, mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një plan B në vazhdim nëse do të kemi vazhdimsi të konfliktit? Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë konsistente në gjeostrategjinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë projekte gjeostrategjike për tërë rajonin. Sepse siguria amerikane, ky është parimi i bazë. Siguria e Amerikës mbrohet në çdo cep të botës. Natyra e krimeve, e kërcënimeve, e veprimeve terroriste tjera, është karakteri transnacional dhe në çdo cep të botës mbrohet edhe siguria amerikane. Prandaj është Amerika prezente kudo në botë. Aty ku nuk është prezente Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty kemi tirani, diktaturë, autokraci, regjime totalitare, varfëri, skamje, dhunë, shkeljet demokracisë. Merri me radhë vendet ku nuk ka prezencë amerikane dhe shife në çfarë mjerimi jetojnë popujt. Merri me radhë edhe shtetet që pretendojnë se janë demokratike dhe që SBA-t i shohin përmes gjeshtërimeve për arsye X dhe i lajnë të zhvillohen pak lira, merre Kosovën tonë dhe kemi pa tendenca për një rikthim të asaj frymës neokomuniste, sepse është një sindrom, një fatkeqësi që kishte godit botën dhe që është vështirë të asanohet në mendësinë edhe udhëheqjes dhe drejtimit me mbi parimet e demokracisë të këtyre popujve që kanë jetuar në regjim totalitar dhe komuniste. Edhe Shqipërinë e ju, 35 vite tranzicion. Kosovën tonë. Çfarë sakrificë është bërë liri? Shikoj çfarë pretendime ka me çfarë propagandë po mundon ta mbajnë veten. Pra, aty ku s'ka prezencë amerikane, aty ka tirani, ka dhunë, ka varfëri, por nuk ka demokraci. Prandaj, kur e thash parimin bazë të gjeostrategjisë amerikane, siguria amerikane garantohet në çdo cep të botës. Kështu që unë jo plan B, por një gjeostrategji e cila nuk mund të ndryshohet në aspektin e objektiva politike dhe strategjike të SBA-ve. Ndryshimet mund të ndodhin në aspekte teknologjike. Për shkak të avancimit të teknologjisë, mund të ndryshojë forma e luftimit, ndryshojnë doktrinat e luftrave që mund të zhvillojë SBA-ja. Në qoftë se në Kosovë në vitin 98-99 kishte avancuar doktrina nga ajo që ishte fillim vitit 90, se demonstrimi i forcës në varfërsitë kufijë, që tani ka vetë koncept lindor, u kthyen në doktrinë për ndërprerjen e rrugëve të furnizimit dhe lodhjen e armikut, që do të thotë është një formë më demokratike. Sot ajo është ndruar në një luftë teknologjike. Mos harroni, vetëm dy sisteme të thellë që i ka në Izrael, që janë të kostos diku 4.2 miliardë dollarë, janë të gatshme të mbrojnë të gjitha pretendimet e Iranit dhe proksive vetëm në drejtim të Izraelit, ose edhe thjesht për të shndruar në një pengesë të indikimit amerikan në pjesën e Evropës së Azisë. Prandaj, unë nuk shoh që SBA-t do të kenë ndalje, apo ndonjë hezitim, apo ndonjë pengesë. Thjesht po alternojnë në mes zgjidhjeve që mund të jenë paqësore, pa dhunë, pa konflikte dhe pa humbje jetësh njerëzit, pa shkatrim të madh, pa detyrimin pastaj për ndërtuar plane miliardësh dollarësh për stabilizimin ekonomik të këtyre vendeve. Sepse është shumë më mirë që këto shtete ta kuptojnë, më shumë të qytetarët e tyre, popujt e tillë, se Amerika po të instalojë demokracinë në këto vende, të kthejë zhvillimin demokratik, lirit njerëzore, dignitetin njerëzor, që është edhe janë principet kryesore drejtës ndërkombëtare. Nuk është lufta për burimet ekonomike gjithçka. Vërtet se aty tani ka eskaluar diçka tjetër, por këtu është më shumë një luftë për një rend të ri, të cilin po synojnë vendet e bllokut euroaziatik apo BRICS që ka qenë, që udhëheqen nga Rusia dhe Kina, dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bota demokratike perëndimore që po duan ta instalojnë demokracinë edhe në këto vende që kanë resurse të mjaftueshme për pas jetë mirë në demokraci dhe që jetojnë ende në tirani, në ignorancë totale, se unë kam pas rastin të vizitoj ato territore dhe aty ta zam Pakistan me pa
se si një popull, disi jeton një popull, si kur e slavë pronarist. Feutet të mdhajnë aty, që kërësisht të mirë ushtarakët, i mbajnë ashtu popujt e izoluar, punojnë ato, si tëmë ato, kantonet e tyre, të ekonomisë, të prodhimit, dhe ata mendojnë se këtë bota skillet aty, nuk ka bot tjetër. Prandaj kjo është një gjendje mjerueshë, eksperimentuese që bëhet me ata popuj, e territorë që kanë shumë resurse, kështu që gjeostrategjia amerikane shkon përtej kësaj. Presidenti Trump është unë e kam thënë se do të mbetet ndër figurat kyçe për të gjithë popujve që duan demokraci. Nuk ishte fitore vetëm për Amerikën, që shpëtojnë identitetin dhe integritetin e popullit amerikan. Sepse çdo e treta shtëpi ishte shndruar në shtëpi LGBT, ishte devijim nga raca njerëzore, ishte një çoroditje që kishin sjellë kjo fryma e shoqërive të hapura tipi sorosian dhe po e shkatronin botën. Presidenti Trump është një mesi i një bote normale, që cila është zhvilluar mbi ligjet e natyrës, mbi ligjet e Zotit, një kontratë të kohës së Jean-Jacques Rousseau me natyrën, pra kur njeriu zhvillohet si qenie normale ashtu siç e ka përcaktuar edhe vetë krijuesi. E jo në eksperimentet çfarë në bërë, e bota e lindjes mesme është një botë eksperimentale. Kina është një botë eksperimentale, ku luhet me jetën e njerëzve, ku ka dehumanizim të njerëzve. Prandaj unë mendoj se strategjia amerikane duhet mbështetet globalisht, strategjia amerikane nuk do të ndalet, edhe besoj që presidenti Trump do ta instalojë këtë frymë edhe kur çdo të jetë president, që të vazhdohet lufta për vendosjen e demokracisë, lirive dhe drejtave dhe humanitetit në tërë botën. E qartë. Mirë, zoti Berisha, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.